Historia e vajzës që u abuzua seksualisht nga daja i saj, mbesë dhe viktim. Në Shqipërinë tonë, ku ende patriarkalizmi shihet si traditë, edhe burrat kanë autoritetin absolut në familje, shumë histori të tmerrshme me protagoniste gra dhe vajza mbeten të fshehura brenda mureve të shtëpisë dhe këto të fundit paguajnë çmimin. Si në rastin e një vajze të re e cila ka vendosur të ndajë me një emision investigativ dhe të tregoj për abuzimet e saj shkaktuar nga një prej njerëzve më të afërt. Ajo ka treguar se jeta e saj nuk ka qenë as pak e lehtë për të, pasi periudhën më të nevojshme të jetës së saj e ka kaluar pa prezencën e nënës deri në vitin 2019, kur babai i saj ndroi jetë. Vetëm pak javë pas kësaj tragjedie, Ester, atëherë 16 vjeç, udhëton drejt Greqisë bashkë me motrën më të vogël. Ajo tregon se në atë periudhë qëndronte tek shtëpia e dajës, i cili ka treguar kujdes të vazhdueshëm për të në rreth 5 vite, deri kur në vitin 2022 të dy bashkë kthehen në Shqipëri. Daja i vajzës, sot 51 vjeç, quhet Artemis Ulloria dhe aktualisht jeton në Liç të Elbasanit, 5 kilometër nga qyteti. Në fillim edhe në Shqipëri gjërat duken në rregull, deri kur raportet ndryshojnë. Pasi vajza shfaq hapur orientimin e saj seksual, pasi njihet me Simonën dhe të dyja vajzat krijojnë një raport intim me njëra tjetrën. Këtu raporti kaq i mirë mes të dyve pëson një krisje të rëndë dhe nga i personi arsyeshëm që ishte, daja bëhet shumë kërkues ndaj mbesës dhe pas këtij distancimi Ester bën një hap të rëndësishëm në jetën e saj, hap i cili u pranua edhe nga nëna e saj, por asnjëherë nga daja, i cili madje do të reagonte dhunshëm, duke parë ambientin mbytës që po krijoi nga personi të cilin vajza e kishte patur si pikë mbështetje. Dy partnerët vendosin të lënë Shqipërinë për t'u sistemuar përkohësisht në Gjermani tek familjarët e vajzës tjetër. Në datë 16 prill të vitit 2025, Ester dhe partnerja e saj vinë në Shqipëri pasi afati i qëndrimit në Gjermani po përfundonte. Gjatë kësaj periudhe, në 16 korrik 2025, Ester shkon për të vizituar nënën e saj të smur, e cila ishte nën kujdes të dajës së Esterit. Ester tregon se në një moment po fliste me familjarët e saj në telefon dhe pasi mbylli telefonatën, ajo hyn për të bërë një dush, pa menduar se ai moment do të shënonte një pikë të rëndësishme kthese në raportin e saj me njeriu që e kishte patur si mbështetjen më të madhe. Daja futet i zhveshur në tualet dhe abuzon me mbesën e tij 22 vjeç. Një rastësi fatlume deshi që në atë moment gjyshja e sëmur të thëriste djalin e saj dhe shpërqendrimi i tij ndihmoi vajzën të i shpëtonte nga duart. Ester arrin të dalë nga tualeti dhe rrobat e para që gjeti mbi krevati veshi dhe u aratis nga balkoni i shtëpisë duke nxituar drejt hotelit të një të afërmit të saj. Gjithçka që ndodhi më pas është e ngjashme me një sken filmi me vajzën që fshihet dhe dajun që e kërkon gjithandej për disa minuta. Vajza dukshëm e terrorizuar kërkon të fshihet dhe punonjësia e hotelit e strehon në dhomën e parë që gjen të hapur. Sapo punonjësia dhe vajza kanë hyrë në dhomë, në kamera shfaqet daja i cili nis të kërkojë nëpër korridor pa e vënë re se ku ishte strehuar mbesa. Kërkimi 51 vjeçarit në ambientet e hotelit zgjat rreth 5 minuta. Ai shëtiti i pashqetësuar në të gjitha katet dhe më pas largohet pa arritur të gjejë mbesën e tij. Pas 15 minutash, Ester arrin tik nga hoteli duke u ndihmuar nga kushëriri i partneres së saj. Gjatë kësaj periudhe Ester vendos të mos e denoncoj rastin dhe kjo e kishte një shkak. Ajo thoshte se kishte frikë nga ai sepse në një moment kur motrat ose nëna e saj do të vinin në Shqipëri, ai mund të bënte diçka të keqe, por pesha e tmerrit që ka përjetuar në ato momente nga njëri prej njerëzve më të dashur ka qenë më e madhe se sa frika. Ndaj për këtë kërkon një përgjigje nga daja i saj. Një pse që e ka munduar në gjithë këto muaj. Vajza futet në shtëpi, kërkon dajës të flasë me të dhe në momentin e parë që ajo e pyet nëse e vriste sadopak ndërgjegja për sjelljen që kishte bërë atë ditë në tualet, ai shprehet duke thënë shumë. Mjaftojnë vetëm pak sekonda që edhe më skeptiku të bindet që abuzimi ka ndodhur dhe se vajza kishte thënë gjatë gjithë kohës të vërtetën. Dhe ndërsa në një moment kur vajza po i kërkon shpjegime për atë që ka ndodhur atë ditë, shqetësimi më i madh i Artemisit është se çfarë ka ajo në çantë. Kuptohet nga frika se mos po regjistrohet. Gjithashtu ai shprehet duke i thënë mbesës së tij se
Këto të fundit e kishte copën e mishit të tij, e ndërkohë nga audio dhe regjistrimet e vajzës kuptojmë se ai tenton përsëri ta prek me duar. Duke qartë që vajza ende ndjen në lëkur frikën në atyre momenteve, saqë edhe një kontakt sado i vogël, qoftë edhe vënia e dorës përmbi sup, i shkakton ankth dhe terror. Mbes dhe Dai ndahen me kërkesën e këtij të fundit për të folur një ditë tjetër, por më përpara duhet të fliste me gazetarët e emisionit investigativ që ndodheshin jashtë shtëpisë të këtij të fundit, ndërsa gazetaria e pyet mbi aktin që ka bërë. Ai mbyllet në shtëpi duke gjetur pretekstin se kishte nënën e sëmurë dhe se do të dilte nga aty fiks pas 2 minutash, por kjo ishte vetëm një kërkesë e tij për t'u fshehur dhe për të na shpjeguar me pretendimin se gazetaria do të largohej që aty.